unë shkova në SBA dhe takova një gjyqtar të gjykatës së posaçme të Ekuadorit. Dhe Ekuadori kishte krijuar SPAK dhe GKK si ne, dhe ata dhe unë mendoj që qëllimi i krijimit të SPAK-ut dhe GKK-s nuk kanë qenë politikanët e korruptuar, por ka qenë trafiku i drogës dhe narkotrafiku. Dhe e di çfarë më tha ai gjyqtari, ne kemi problem këtu, tha një shqiptar, tha, nuk po e them emrin. Këtu në Kuita, tha, është një shqiptar shumë i rrezikshëm, tha, më pas unë e ekstraduaj, tha. Dhe gjithë trafiku i kokainës ta vjen nga Durrësi, shkon në Ekuador dhe shpërndahet në Amerikën Latine, ose e kundërta, vjen nga Ekuadori në Durrës dhe shpërndahet në Europë. Do mendoj që investimi i madh amerikan dhe pastaj që dolim pas me luftën e Amerikës ndaj trafikut të drogës ka qenë për këtë. Dhe unë mendoj për këtë SPAK-u i është përgjigjur dhe GKK-ja i është përgjigjur objektit të krijimit të saj në luftën ndaj trafikut. Se si kjo e ka afektuar pastaj shoqërinë apo qytetarin shqiptar mund të jetë shumë pak ose as pak. Pastaj tek politika sigurisht që ka çeduar, ndoshta metodologjia e krijimit të saj dhe teknikaliteti dhe trajnimi i saj është bërë për këtë pjesën tjetër dhe e ka lënë pak pas dore hetimin e politikës. Qytetari shqiptar dhe një pjesë e revoltës që është aty në shesh, është sepse qytetari mund mos i di këto fakte, por kupton të dukshme. Çfarë është e dukshme? E dukshme është për shembull që po të pyesësh, shikosh ato burimet e Bankës së Shqipërisë, Ministrisë Financave, thonë që leku thonë është super i fortë se ne kemi rritur ekonominë. E dukshme për qytetarit, e prekshme më saktë, për qytetarët është që çmimet e shitblerjeve në Shqipëri dhe renta ka shkuar në nivelet e Monte Carlos, gjë që bën koston e jetesës të papërballueshme. Dhe pastaj shohin që euro dhe jashtë sezonit është në nivelin më të ulët historik të saj. Pra këtu tregon që ka flukse të mëdha parash të pistë, që konvengon edhe me qeverinë e cila intereson kjo situatë. Absolutisht. Për të raportimet të mediave ndërkombëtare etj. Borxhin publik dhe normalisht që po qytetari siç e thatë dhe ju nuk ka rin dot që ta perceptoj këtë, shikon pra nga një ranë që zhvlerësohet euro dhe remitancat janë një nga burimet tona dhe shikon për shembull vllai kur vjen nga Italia ashtu thot o si ka mundsi tani me 100 euro po marr ose po blej kaq pak. Ndërkohë që çmimet janë më shenjtë se në Europë, sepse janë 108% të mesatarës së Bashkimit Evropian, 44% të shpenzimeve shkojnë për shpenzime ushqimore, pra jeta është gjithmonë duke u bërë papërballueshme. Kësaj e përgjigje protesta, pra unë shikoj aty artikulime që lidhen me këtë, me pamundësinë për të blerë një banesë. Pra ndërkohë që ne na vjen korrupsioni dhe sekuestrojnë vila, apartamente të zënës kryeministres, të rinjt aty ju duhet 20 vite pagë, po pa e prekur pagën për të blerë një 4 mure. Po si mund të kthehet revolta në përveç manifesti politik, unë pash në një manifest, nuk e di se kush ishte grupi dhe kush e kishte nxjerrë, sepse ishte i ndryshëm nga 5 pikat, ishin më koncize. Dhe si mund të materializohet kjo në ndryshim sistemi? Pra, mund të materializohet. Rotacion pushteti etj. Kjo mund të materializohet në opinionin tim kur një forcë politike ekzistuese ose e re, e vjetër apo e re, nuk ka rëndësi, arrin të kuptoj revoltën qytetare dhe të materializojë atë në një manifest politiko-ekonomik dhe social. Do të thotë arrin që t'i vi qytetarëve me një program të asaj se çka është artikuluar në protestë. Po jo një program ChatGPT-e, por një narrativ të re se si qytetarët ose si të artikulojë ëndrrën që kanë shqiptarët sot. Për të jetuar vendin e tyre. Ju e kuptoni që më tepër se çështje programi, është çështje individësh të cilët artikulojnë programin, sepse ato çështje të cilat artikulojnë në protestë, shumë nga partitë të vjetra të opozitës apo të reja i kanë në programet e tyre. Do të thonë, unë për shkak të natyrës punës më duhet shpesh të lexoj programe partie